ky insistim, kjo qëndrueshmëri absurde e partive opozitare është për mu çudit me të vërtetë. Edhe sot, fatkeqësisht, në tentativën e 28 për themelimin e komisionit për votim të fshehtë dhe në atë të 34 për zgjedhjen e kryesisë së Kuvendit të Republikës Kosovës, nuk kemi ndonjë rezultat të dukshëm. Shprehim zhgënjimin tonë të thellë me këtë bllokat të qëllimshme dhe në plotëni në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës që bëhet nga partitë opozitare. Zgjedhjet janë një proces demokratik dhe në raste kur nuk i fiton ato, minimalja e etikës politike, besa dhe njerëzore është që ta pranon dhe të reflekton karshi rezultatit dhe se të vazhdojmë tutje me rrjedhën procedurale të konstituimit të organeve kushtetuese të shtetit tonë. Por kjo nuk po ndodh në Kosovë, inate destruktive politike pa ndonjë qëllim të qartë po e mbajnë peng tash e sa kohë Kuvendin e Republikës Kosovës. Me gjas krejt kjo situatë në pikëvështrimin opozitar, po synohet që të ndërtohet si rast i pa shembullt në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, ku dëshmohet një forcë destruktive në pengim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ne jemi në proces të pritjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, vendimi i cili do ta sqaroj procedurën e votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe me qenë se është inicu ky rast në këtë institucion, na mbetet neve të presim atë vendim në mungesë të reflektimit të deputetëve të opozitës. Edhe njerë vlen të theksohet që ky insistim, kjo qëndrueshmëri absurde e partive opozitare është për mu çudit me të vërtetë. Sikur ta kishin këta deputet respektiv të këtyre partive këtë qëndrueshmëri për me i bloku proceset më të dëmshme të cilin i ka kaluar Republika e Kosovës në kaluar, sikurse që është asociacioni për shembull, sikurse që ishte demarkacioni, sikurse që ishte ligji për amnisti të strukturave kriminale paralele, e shumë vendime të dëmshme që e kanë prek sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit tonë, besoj unë që Kosova do të ishte në BE, po problemin e kanë qëndrueshmërinë absurde dhe destruktive në pengimin e zgjedhjes së Albulena Haxhiut, e cila asnjë nga këto vendime të dëmshme kundër interesit Kosovës nuk i ka votu. Ndoshta është çështje edhe ndërgjegjes së tyre, ndërgjegjes sovrar që po mundohet ta reflektojnë në vot bllokuese kundër Albulena Haxhiut, por nuk do t'ja dalin vetëm se po e rëndojnë pozitën e Kosovës.